shpellë? Shpella është shumë interesante. Po? Ndoshta, sepse kur po shikoja edhe videot, po, isha shumë e tundur nga kjo ideja, biles se fillova dhe për korruptoja, po mirë, po si kur të paguaj ndryshe kështu, jo, dhe absolutisht jo, nuk mundesh, sepse janë me numërim njerëzit që hynë dhe shkojnë gjithmonë me një guit, sepse nuk mund shkosh vetëm. Edhe ka shumë lagështirë, më tregon të pastaj vështirësitë e rrugës, isha shumë me Çfarë ka aty, Elsa, që ja vlen të paguash $3.000, €3.000 po themi? Tani, gjëja interesante sa po shikoja domethënë nga filmimet që po më tregonte Guida, është shpella është 9 kilometra ndërkohë. Dhe brenda ndodhet një mal brenda shpellës. Ti ngjitesh në malin e këtij mali dhe ti shikon vetëm brenda kësaj shpellës, që është nuk e di sa metra është mali, po nga video dukesh diçka madhështore. Mal brenda shpellës. Kurioziteti, shumë kurioziteti. Dhe she vetëm shpellën kur jetesh mal. Me çfarë ushqimi konsumohet aty brenda? Besoj ushqimet konservuara apo han dhe ndonjë lakuriç natë?